Ndotja e lumit Gjanica mëngjesin e sotëm është në nivele alarmante, me një aromë të rëndë mbytëse. Kjo situatë shumë vjeçare duhet të marrë fund, janë shprehur një zëri në kulmin e indenjatës, qytetarët fjerak duke dënuar neglizhencën ndër vite të institucioneve përgjegjëse për zgjidhjen e kësaj situate. Kjo ndotje shkatëron mushkrit, është kancer, thonë ata, ndërsa theksojnë se kjo ndotje e rëndë zbedhe investimin prej miliona eurosh në kuadër të projektit të rilindjes urbane për rikualifikimin e qendrës së qytetit. Normale. Plus ngjyra plus frenet. Në jesë në mushë të majë. Nga ndotje. Ndotje, si ka qenë e si është. Vete kemi fajnë se ne votojmë këta që i kemi. Gjithmonë vete kemi fajnë. Ati nuk kalon dotët që venera, si pas bashkjetë. Keqe, nuk kalon dotët, nuk kalon dotët. Ka vjen? Nga vjen nga pusët dhe ne shkarkojnë ato, i shkarkojnë. Kur bje shi, gjithmonë kjo punë bëhet. Po mire, po të një qatë shumë. Nafta ka qenë gjithmonë. Mos është gjithë e pasë. Gjithmonë që ka qenë. Rau ka qenë a njerë. Që që... Lartë, në balshë. Këto ka qenë të përhershme këtu. Nuk janë sot. Ashtu si çdo vit në këtë periudhë, shkaktarët kryesorë të ndotjes konsiderojnë fabrikat e vajit dhe kompanitë e naftës, të cilat dyshohet se nën petkun e fabrikave të përpunimit të ullirit shfrytëzojnë rastin për të shkarkuar në lum derdhje të pakontrolluara hidrokarburesh. As denoncimet e panumërta dhe as gjobat e papërfillshme me të cilat kompanitë e naftës që operojnë në zonë janë përballur, nuk e kanë përmirësuar situatën, përkundrazi, çdo vit përsëritet në nivele edhe më shqetësuese.